Komentimi përsosur I Kuranit, Gjuzi I 29. Sure El Mulk, ajetet nga 19 deri te ajeti 21. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. A nuk I shohin shpendët mbi kokat e tyre, se si I hapin dhe I mbledhin krahët. Askush nuk I mban ata përveç të gjithë mëshirshmit, ai me të vërtetë sheh çdo gjë. Kush është ai që mund t'ju ndihmojë si një ushtri e tërë, përveç të gjithë mëshirshmit, mohuesit janë prej mashtrimit të shejtanit? Kush janë ata që do t'ju japin mjete jetese, në qoftë se ai ju andalon ato? Por ata janë zhytur në kryen e çësi e mendje madhësi. Komentimi. Hidhini një vështrim shpendëve. Në ajetet e para të kësaj sureje u diskutua për sundimin dhe fuqinë e pafundme të Allahut të Madhëruar mbi 7 qiejt, mbi yjet dhe planetet e tjera, kurse në ajetet në fjalë trajtohet çështja e fuqisë së Allahut. Për të treguar fuqinë e Allahut të Madhëruar sillet si shembull një prej krijesave të universit që në dukje është e vogël. Ajeti 19 thotë, a nuk I shohin shpendët mbi kokat e tyre se si I hapin dhe I mbledhin krahët. Këta trupa të rëndë në kundërshtim me ligjin e gravitacionit ngrihen nga toka, fluturojnë shumë lehtë me orë, ditë dhe muaj të tërë pa ndërprerje, vetëm me një lëvizje të shpejtë dhe të qetë në qiell pa u ndodhur asnjë problem. Disa prej tyre gjatë fluturimit gjithnjë I hapin dhe I mbledhin krahët e tyre safat, I hapin krahët dhe thuajse një forcë misterioze I vë ato në lëvizje. Ndërkohë që disa të tjerë gjithnjë I mbajnë të hapura krahët e tyre. Ka mundësi se fjala yekdhibne të na tregoj po për këtë kuptim. Disa të tjerë ndonjëherë I hapin krahët dhe ndonjëherë I mbledhin ato. Në grupin e 4 futen ata shpend që kur duan të lëvizin me shpejtësi, I hapin krahët, kurse kur duan të ulen apo të zhyten në ujërat e deteve ose të oqeaneve, I mbyllin plotësisht ato, si për shembull harabelat. Thënë shkurt, përveç se shpendët fluturojnë, secili prej tyre ka një mënyrë fluturimi të veçantë. Kush e krijoi trupin e tyre në mënyrë të atill që të mund të fluturojnë shumë lehtë në ajër? Kush u adhuroi atyre këtë fuqi në krahët e tyre dhe u mësoi atyre aftësinë e fluturimit? Veçanërisht fluturimet e ndërlikuara të zogjve në grup, që ndonjëherë zgjasin me muaj të tërë dhe kalojnë mijëra kilometra rrugë duke fluturuar, duke kaluar mbi shumë qytete, mbi shumë male, mbi shumë lugina, mbi pyje dhe dete për të arritur në vendin e tyre. Vërtet, kush ua ka dhënë gjithë këtë forcë dhe njohuri atyre? Prandaj në fund të ajetit thuhet, askush nuk I mban ata, përveç të gjithë mëshirshmit, ai me të vërtetë sheh çdo gjë. Allahu I Madhëruar ka vënë në dispozicion të tyre mjete dhe fuqi të ndryshme për të fluturuar. Po, Allahu I mëshirshëm, mëshira e të cilit I përfshin të gjitha gjallësat edhe zogjve u ka dhënë atë që e ka konsideruar si të nevojshme. Mbajtja e zogjve në qiell është njësoj si mbajtja e tokës dhe gjallësave të tjera. Në qoftë se Allahu nuk dëshiron, asnjë zog nuk mund të fluturojë dhe as toka nuk do ta ruajë qetësinë e saj. Si fjalia safat wa yaghdhibna, se si hapin dhe I mbledhin krahët, ose është tregues për shpend të ndryshëm ose për gjendje të ndryshme të njëjtit zog. Në ajetin në vijim theksohet fakti se jo besimtarët kur janë përballë fuqisë së Allahut të Madhëruar nuk kanë asnjë mbështetje ose ndihmës. Ajeti thot, kush është ai që mund t'ju ndihmojë si një ushtri e tërë, përveç të gjithë mëshirshmit, mohuesit janë prej mashtrimit të shejtanit. Jo vetëm që askush nuk do të mund t'ju vinë në ndihmë juve, por nëse Allahu dëshiron, I urdhëron ata që t'ju dënojnë dhe t'ju shkatrojë juve. Vallë, ujë, era, toka dhe zjarri, a nuk janë shtylla dhe shërbëtor të jetës tuaj? Allahu I Madhëruar po këto I urdhëroi në shkatrimin e popujve arrogant dhe mashtrues. Historia na ka treguar shumë herë se njerëzit më të afërt të mbretërve, faraonëve dhe rebelëve janë bërë shkaktar kryesor të vdekjes së tyre. Kjo vihet re edhe në historinë bashkohore. Edhe sot shpesh është vërejtur se njerëzit më besnik të udhëheqësve të shquar kanë bërë kryengritje kundër tyre apo kanë firmosur dekretin e vdekjes së tyre. Po, është e vërtet se jo besimtarët gjenden në një mashtrim të madh.
Mbi mendjet e tyre kanë rënë perdet e mashtrimit dhe të ignorancës dhe nuk i lejojnë të shohin të gjitha këto mësime të shënuara në faqet e historisë ose në një kënd të jetës së tyre. Fjala gjundun në thelb është përdorur me kuptimin e tokës së thyrë dhe të ngurtë, në të cilën janë mbledhur shumë ngur, si vazhdimi i këtij konotacioni kuptimor edhe ushtrin gjithashtu e quajnë gjund. Disa komentues të Kuranit fjalën gjund në ajetin e lartë përmendur e interpretojnë si idhuj, të cilët në kiamet nuk kanë mundësi të vinë në ndihmë politeistëve. Por më e pranuar është se kjo fjalë në ajetin që po diskutojmë ka një kuptim të gjerë dhe ajo që shpjeguam për idhujt është një prej përdorimeve kuptimore të tij. Në ajetin 21 për ta theksuar më shumë çështjen thuhet: kush janë ata që do t'ju japin mjete jetese, nëse ai ju andalon ato. Nëse Allahu i madhëruar e urdhëron qiellin që të mos lëshojë shi, tokën që të mos mbi bim, ose urdhëron që të ndodhin fatkeqësi të ndryshme, që të zhdukin produktet, cili prej jush ka fuqi dhe forcë për t'i siguruar vetes ndonjë ushqim. Nëse Allahu i madhëruar urdhëron për ndërprerjen e begative shpirtërore dhe të shpalljes, atëherë cili nga ju do të ketë forcën e udhëzimit tuaj? Këto janë të vërteta dhe të qarta, por këmbgulja dhe topitja e tyre është si një mbulesë karshi perceptimit dhe ndjenjave të njeriut, prandaj në fund të ajetit thuhet, por ata janë zhytur në kryen e çësi e mendje madhësi. Madje edhe në ditët tona, me gjithë përparimin që është bërë në fusha të ndryshme të jetës së njeriut, sidomos arritjet në industrinë ushqimore, nëse vetëm për një vit nuk bie fare shi, mund të paramendoni se çfarë tragjedie do të ndodhte në të gjithë botën. Ushtria e karkalecave do të pushtonte gjithë tokën dhe mjetet e jetesës do të ndërpriteshin për të gjithë, çfarë fatkeqësie do të ishte kjo. Hulumtim. 4 shkaqe për dështimin e njeriut. Në ajetet e kaluara mësuam se faktori kryesor i përfundimit të banorëve në ferr është rebelimi dhe mungesa e mendjes së ndritur dhe të zgjuar. Po ashtu në ajetet në diskutim vëretëm që ishin edhe 4 shkaqe të tjera që e çojnë njeriu në atë përfundim. Ato shkaqe janë mendjemadhësia, kryenëçësia, kokëfortësia dhe urrëtia. Këto janë shkaqet kryesore të fatkeqësive të njeriut që e largojnë atë nga rruga e drejtë dhe e çojnë në dështim. Nëse tregohemi të vëmendshëm do të vëmë re se këto shkaqe kanë lidhje me faktorin e lartë përmendur, sepse këto tipare të shëmtuara hedhin një perde mbi veshët dhe sytë e njeriut dhe ndalojnë atë të shikojë dhe të perceptojë të vërtetën.